Të dashur shqiptar, kjo që ka ndodhur është përtej imagjinatës njerëzore, sepse në librin e tij për gjuhën shqipe, Koles Topalli ka deklaruar që ai ka gjetur origjinën e fjalës tallem, me origjinë nga gjuhët gjermanike. Tellan do të thotë tregoj, do të thotë llogaris, por ka dhe kuptimin shaj dikë, qesëndis. Është origjina e fjalës tell në gjuhën angleze, tregoj. Dhe këtë sugjerim, Koles Topalli thotë që ai e ka gjetur në librin e Vladimir Orelit, është një hebre që nuk jeton më, por me banim në Rusi, një gjeni vërtet. Dhe thotë është në faqen 444 të Vladimir Orelit. Unë e blej librin e Vladimir Orelit, më kushton rreth $150, ma sillin me mik, e lexoj, nuk ishte në faqen 448, nuk ekziston. Vladimir Oreli tregon që fjala tall e shqipes vjen nga gjuhët balltike, tuliti. Tuliti është në gjuhën polake tulic, do të thotë përqafoj. Në gjuhët balltike ka kuptimin zbus, ëmbëlsoj. Nuk ka kuptimin tall, ka dhe kuptimin të vësh dikë në gjumë, ta përkëdhelësh atë. Është në gjuhën shqipe, tulitem, ja tani e gjeta, gjatë regjistrimit të filmit. Mund ta fusni në fjalorin e gjuhës shqipe fjalën tuliti në gjuhën shqipe, me sigurisht dhe në gjuhën serbe. Ata që dinë serbisht le të shkruajnë poshtë filmit. Tani, zbulimin e kam bërë unë, këtë zbulim. Mirë po, Koles Topalli nuk e dinte se si quhesha unë. Përse? Fjalori gjuhëve indo-europiane ka qenë tragjedia ime personale. Ka qenë syrgjynosja ime. Dhe njerëzve të mi ju vinte zorë, sikur kisha bërë diçka të keqe, të llahtarshme. Nuk e besonin që unë, me ndihmën e kompjuterave, kam gjetur origjinën e fjalëve të shqipes. Është shumë e ngjashme me gjuhët gjermanike dhe ç'është gjë më e rëndësishme është se fjalori që nxora unë në mënyrë anonime është aprovuar nga Akademia e Moskës. Zyrtarisht, pa më njohur mua, dhe ata ribotojnë këtë fjalor në internet. Në vitin 2007. Ky fjalor është botuar nga 2 autor rus që akoma punojnë në Universitetin e Leidenit. Dhe nuk e dinin kush ishte autori këtij fjalori, kush e kishte përkthyer dhe kush i kishte bërë rregullimet, shtesat për gjuhën shqipe. Dhe kjo është e hatashme, kjo që ka ndodhur. Pra deri në këtë moment, në vitin 2025, jemi në tetor të vitit 2025, në të gjithë fjalorët indo-europian figuron fjala tall e gjuhës shqipe, e zbuluar nga unë në vitin 2004, në mënyrë anonime, nxjerrë në internet, që lidhet me gjuhët gjermanike. Është një problem i vogël. Kjo fjalë nuk është në fjalorin e Gustav Mahlerit. Nuk ekzistonte fjala tall. Tani unë mbledh të gjithë gjuhët arbëreshe, të gjithë dialektet, i mbledh nga interneti dhe më dalin mua 2 dialekte kryesore. Një dialekt i madh i arbërishtes që vjen nga Morea e Greqisë, që e gjeta unë, vjen nga fjala moron, do të thotë bima e manit, që përdore për krimbat e mëndafshit. Kjo në gjuhën helene bëhet morios, si mani, dhe moreas, emër moreas, bëhet në gjuhën shqipe morea, bie-s-ja. Moreas në gjuhën helene do të thotë bim narkotike dhe helmuese. Por me origjinë janë kokrat e manit, të zeza. Por kjo është bim si mani, por bim helmuese, jo e manit, ngjashme me manin. Prandaj quhet moreas. Dhe është sharje në helenisht. Arbëreshët në këtë moment që po bëjmë këtë film nuk e din origjinën e fjalës moje bukur amore. E gjeta unë. Është lëndë narkotike që përdoret nga luftëtarët për të ndezur në betejë. Dhe tani ç'a ndodh? Unë jo vetëm që mësoj gjuhët arbëreshe, të gjitha dialektet dhe bëj zbulime të tjera të hatashme,
Unë mësoj dialektin dorik të helenishtes, bëj zbulime të hatashme, gjej origjinën e fjalës amantia, nga amantikos, do të thot prift që nuk bën dot parashikime. Kjo është origjina e fjalës amantia, që ne e kujtojmë se vjen nga fjala ame, shqipes, sepse jemi monosilabik, jemi një qelizar. Dhe jo vetëm kaq, unë interesohem për gjuhën jevge dhe çka ndodhur. Në çdo vend ku kanë vajtur evgjitët, gjuha e tyre ka marrë elemente të gjuhës vendase, por dhe gjuha vendase ka marrë elemente nga gjuha evgjite. Është përzier kafja me qumshtin, alban. E ka dal kafja. Na bëft mirë kafja. Dhe në gjuhën evgjite, fjala talava, që do të thot me utall, vjen nga talovast, fjalë për fjalë tal, poshtë, o është elementi i gjuhës greke, do të thot pjesa e trajtës së shquar të emrave mashkullor, dhe vast i thon dorës në gjuhën jevge, që është bij e gjuhës sanskrite. Jevgjit kanë ardhur në shekullin e 15 bashkë me turqit në Shqipëri. Madje pararojet e turqive ishin fisa jevgjite, që vinin me dajre si kryeministri shqiptar. Ata jevga është, jemi të sigurt, se ashtu i fitoi zgjedhjet me dajre. Por dhe votuesit janë jevgj që e zgjodhen atë, ose të dashuruar me jevgat. Nuk ka asgjë të keqe, ka njerëz që duan jevgat, për fat. Dhe pra me dajre, ata vinë në Shqipëri jevgjit dhe sjellin fjalën tallava. Ku e kanë sjell të fjalë? Jo në Shqipëri, në Kosovë. Sepse aty kanë qenë më tepër turqit të dominuar në Kosovë, jo në Shqipëri. Nga gjuha e Kosovës, vjen kjo fjalë në Shqipëri, në vitet e demokracisë, kur çlirohet Kosova. Lind koncepti tallava. Gëzim, hare, tallava. Do të thot me utall, me boshaka, me duart poshtë, e kështu kemi bërë në tallava 30 vjet, por në fakt kanë bërë jevgjit tallava me ne. Janë tallur me ne. Fjala tallje nuk vjen nga gjuhët gjermanike, sepse nuk e kishte as Jokli, as Pederseni, as Majri, nuk ekzistonte kjo fjalë kur është botuar nga Gustav Majri në vitin 1861 i plot fjalori i gjuhës shqipe. Nuk ekziston fjala tall. Pra, nuk ka hyrë nga gjuhët gjermanike, është fjalë e vonë. Ka hyrë mbas luftës së Kosovës. Fjala tall, tallava, këngëtarët e vgjitë na kanë ardhur ne nga Kosova, një pjesë e mirë e madhe e tyre. Dhe koncepti i tallavas, i këngëve të aty për atyshme, me shaka, me humor, me fjalë të dykuptimshme, kjo është mënyrë argëtimi jevge e arigjinjve. Pra, shqiptarët janë jevgëzuar. Shqiptarët janë sunduar nga jevgjit për më shumë se 30 vjet. Epoka e demokracisë ka shkaktuar një katastrofë demografike tek shqiptarët e mirëfillt, që po bëhen pakicë kombëtare, të mbytur nga jevgjit, vllehët, turq që flasin shqip, grek që flasin shqip, shqip folës, serb që flasin shqip. Shqiptarët e vërtet u larguan nga Shqipëria, nga farfëria të tmerrshme, nga sundimi komunist. Kur hap kufiri, ikën dhe po ikin akoma. Dhe ky raport midis jevgjve dhe shqiptarëve po ndryshon gjithmonë dhe më keq në disfavor të shqiptarëve. Kombi shqiptar, dal nga dal, nuk do ekzistoj për fat keq, do kthehet në pakicë kombëtare në vendin e vet. Ne do jemi një popull që kërkon atë dhe, ne nuk kemi atë dhe. Pse? Të gjitha qytetet në Iliri nuk janë pellazge, janë greke, kanë emra grek, shkrime greke, administratë greke, dhe po helenizohen shqiptarët dal nga dal. Edhe po helenizohen, edhe po jevgëzohen në të njëjtën kohë. Pra, Vladimir Oreli nuk e gjeti këtë fjalë e gjeta unë, por tani jam më shumë i bindur që vjen nga fjala tallava me utall në gjuhën jevge, por origjinali ka qenë duart poshtë.
duart atje ku e dini ju ku shkojnë. Është fjalë me dy kuptime, duart poshtë. Gjohi jevgjesh, e kupton? Ne ke dim çdo thoshte tallava. Pra nga kjo vjen tallje, mënyrë se si ka sunduar kryeministri shqiptar, duke u tallur me shqiptarët, po tallet akoma dhe sot e kësaj dite, sepse ai është jevg, duhet ta kuptojmë, miqtë e tij janë evgjitë, edhe ai nga fytyra është e zverë, nuk e dinim, nga sjellja është jevg, dhe mund të jesh komplet i bardhë, sepse në Shqipëri ka dhe ata ashtu quajtur jevgj të bardhë. Pyesni familjarët e tuaj, kush janë këta? Këta janë vllehët, të bardhët jevgj. Ndërsa ata pak si e zmer janë nga Pradeshi dhe këta jevgj janë bërë pelazg. Ju thon vetes pelazg, sepse vijnë nga Greqia, prandaj. Por origjina e tyre është Pradeshi i Indis, prandaj kanë shpërthyer si një murtaj dhe janë përhapur në të gjithë Europën, për fat keq. Si do ndalet kjo murtaj, unë nuk e di, sepse ne i duam njerëz të murtajës, jemi martuar me ta, edhe neve na ka hyrë murtaja, nuk e heqim dot. Pra përfundimisht, për mendimin tim, talli vjen nga tallava dhe jo nga fjala telland, siç e kanë aprovuar akademikët e Moskës, sepse ata i besonin gjykimit tim. Duket vërtet që është fjalë gjermanike, po kjo fjalë nuk është regjistruar nga Norbert Jokli, atëherë kur hyri në Shqip. Nuk është fjalë e trashëguar, siç mendonim ne. Ju falenderit për vëmendjen, të dashur shqiptarë, tallava, tallava të dashur shqiptar, kryeministri me dajre, nuk ka në botë një kryeminist të tillë që përkulet në gjunjë. Domethënë, ky është komplet palaço tallava. Ju bëft mirë tallavaja. Jeni pushtuar nga jevgjit. Mirupafshim në filma të tjerë shkencor.